Në një nga kafenet e qytetit, Esma rastësisht sheh Esatin teksa bisedon me afërsi me një grua tjetër. E tronditur dhe e mbushur me zemërim, ajo i afrohet tavolinës dhe shpërthejnë para të gjithëve, duke i treguar vajzës që ai është burri i saj dhe se ajo është atzan me të. Atmosfera në lokal ndizet menjëherë. Të pranishmit fillojnë të vëzhgojnë me kurreshtje dhe abi. Esma e plagosur dhe e zhgënjur nuk përmbahet dhe i tregon Esatit se veprimet e tij janë të turpshme dhe të ulta. Reagimi i saj i sinqert dhe i fortë bën që njerëzit përreth të fillojnë ta duartrokasin, duke i dhënë asaj mbështetje për guximin që tregoi. Xhanan e mbushur me dyshime dhe xhelozi përballet me Bejaminin duke e kërcënuar hapur që të jeti kujdesshëm, sepse nëse zbulon se e tradhton, ai do ta pësojë shumë keq. Ajo i shpreh hapur mosbesimin e saj, duke i treguar se dyshimet janë forcuar çdo ditë më shumë, sidomos pasi e kërkoi në hotelin ku ai pretendon se punon, por nuk e gjeti askund. Një jetë, e shqetësuar u tregon Xhianit dhe Melekut se Sevilaj është larguar, duke lënë pas një letër. Xhiani merr letrën dhe e lexon me kujdes, ndërsa Sevilaj në të shpreh falenderimin e saj për gjithçka që ai ka bërë, por shkruan se nuk dëshiron të jetë barë për askënd. Në fund të letrës, ajo thekson se një ditë do të shlyejë borxhin e saj ndaj Xhianit, duke lënë të kuptohet se largimi i saj është një zgjedhje dhimbshme, por e domosdoshme. Pasi dëgjon letrën e Sevilajit, Harika reagon me ironi, duke thënë se mezi pret që borxhi i saj të shlyhet. Kjo sjellje acaron Niajetin, e cila e qorton ashpër, duke e pyetur se si ka mundësi që të sillet me kaq frymë të keqe dhe pandjeshmëri. E prekur dhe e zemëruar, Niajeti thot trotë se është faji Harikës që Sevilaji u largua, pasi me sjelljen dhe fjalët e saj e ka shtyr drejt këtij vendimi. Harika e ndjere ofenduar dhe lënduar nga fjalët e gjyshes, largohet nga shtëpia me zemërim dhe krenari të plagosur. Ndërkohë Sevilaj është nisur për në Stamboll, e vetme dhe pa i treguar askujt destinacionin e saktë të saj. Me një valizhe të vogël në dorë dhe zemrën plot me mall, e pa siguri, ajo pyet veten ku të shkojë dhe kujt t'i kërkojë ndihmë në këtë qytet kaq të madh. Tasin, duke vënë re që Nuhu është i trishtuar dhe i menduar, e pyet me shqetësim se çfarë mundon. Nuhu i rrëfen se është takuar me babain e tij, Halilin, dhe se kjo e ka bërë të ndihet i hutuar. Tasin i tregon se edhe ai tashmë është prezantuar me Halilin, por e kupton pa qartësinë që po kalon djali. I sinqert dhe i kujdesshëm, Tasin e këshillon Nuhun që të mos lejojë askënd të ngatërojë ndjenjat e tij dhe të mos dyshojë kurrë tek Sumru, sepse pavarësisht gjithçkaje që thuhet, ajo është nëna e tij. Xhiani dhe Melek bisedojnë për rikthimin e Halilit në jetën e tyre dhe ndryshimet që ai ka sjell. Gjatë bisedës, Xhiani shpreh hapur se ka disa dyshime në lidhje me historinë që tregon Sumru, duke nënkuptuar se diçka mund të jetë e fshehur pas versionit të saj. Këto fjalë acarojnë menjëherë Melekun, e cila reagon me emocione të forta, duke i thënë Xhianit se nuk do të lejojë askënd të flasë keq për nënën e saj. Ajo i qëndron besnike bindjes se Sumru thotë të vërtetën dhe se pavarësisht gjithçkaje, besimi i saj tek ajo është i palëkundur. Kadria i dorëzon Tasinit letrën që Sumru kishte lënë para largimit të saj. I shqetësuar, Tasin e lexon menjëherë dhe në të, Sumru shkruan se është nisur për në qytetin e saj të lindjes, pasi ka disa çështje personale për t'i zgjidhur. Megjithatë, Nuhu dhe Tasin nuk i binden nga arsyet që ajo jep në letër. Të dy fillojnë të dyshojnë se Sumru po përpiqet t'i shmanget të vërtetës dhe ndoshta dëshiron të largohet për të fshehur nga diçka që nuk dëshiron të përballet. Xhanan vëren rastësisht se Bejamini ka blerë një bizhuteri të shtrenjtë dhe fytyra e saj ndriçon menjëherë nga gëzimi. Ajo bindet se kjo dhuratë është posaçërisht për të, si një shenjë dashurie dhe kujdesi nga ana e tij. Plot entuziazëm, Xhanan mezi pret për momentin kur Bejamini do ta surprizojë dhe do t'i adhurojë personalisht. Një jetë vërej që Melek është e trishtuar dhe e shqetësuar, ndaj e pyet me kujdes se çfarë mundon. Megjithatë Melek i shmanget pyetjes, duke u përpjekur të justifikohet me emocionet dhe ndjenjat e shtatzanisë që e kaplojnë në ato momente. Xhanan pa humbur asnjë moment shkon drejt Bejaminit dhe i rrëfen se tashmë e ka kuptuar se dhurata është për të. I kapur në befasi, Bejamini pranon të vërtetën dhe Xhanani mbetet i mahnitur nga bizhuteria e shtrenjtë që ai ka blerë për të. Këtë skenë vëre edhe Tyrkani, e cila acarohet nga fakti që Bejamin ka bërë një gjest të tillë për Xhananin. E ndjerë trishtuar dhe zemëruar, Tyrkan betohet se do t'i bëjë të dy të paguajnë.
Esati, duke u ndjeri kërcënuar nga Esma, e cila di të gjithë të vërtetën për rrëmbimin e saj, vendos të reagojë menjëherë. Ai shkon dhe i tregon Hikmetit për rrezikun që i kanoset, duke treguar shqetësim dhe nevojën për mbrojtje. Ai shpreh dëshirën që të largohet për në Stamboll, por Hikmet dhe Halil nuk e lejojnë, pa e përfshirë në plan dhe pa marrë paratë e rrëmbimit. Ata i premtojnë se do ta ndihmojnë të largohet, duke e bërë largimin të mundur, por me kusht që ata të përfitojnë nga situata dhe të sigurojnë pagesën e tyre. Esat shkon në vendin ku ka fshehur valizhen me para, por aty përballet me Xhianin, i cili e kritikon ashpër për veprimet e tij. Xhian e pyet se si mund të verë në rrezik gruan dhe fëmijët e tij, duke akuzuar për egoizëm, pa humbur kohë. Xhiani thret policinë, duke bërë situatën edhe më të ndërlikuar për Esatin. Ai, i kapur dhe i çorientuar, pretendon se po shpifet për te, duke mohuar çdo përgjegjësi. Sumur shkon në shkollën ku ka dhënë mësim, duke kërkuar një mikesh të vjetër me të cilën ka ndarë shumë kujtime. Ajo merr informacion se shoqja e saj është larguar në një qytet tjetër dhe se tani është martuar me një avokat. Pa humbur kohë, Sumru nis rrugën drejt qytetit ku ndodhet miki i saj, duke shpresuar se takimi do t'i sjellë mbështetje dhe këshilla për situatën e saj aktuale. Meleku e acaruar dhe e shqetësuar e akuzon Nuhun se Sumru u largua për shkak të mosbesimit të fëmijëve të saj ndaj situatës që ata patën. Ajo shpreh zemërimin dhe zhgënjimin e saj për mënyrën se si Nuhu po i përjeton situatat. Në të njëjtin moment, Hikmeti dhe Halili e dëgjojnë bisedën dhe kënaqen me situatën, duke parë se Nuhu po i përmbajt versionit të Halilit dhe po qëndron në anën e tij. Tasin i ofron Hikmetit një shumë të majë me parash për të bërë një marrëveshje që ajo të heqë dorë dhe të mos pengojë divorcin midis Sametit dhe Sumrus. Ai shpreson që me këtë pagesë të zgjidhet situata pa konflikte. Megjithatë, Hikmeti refuzon ofertën, duke treguar se dëshiron më shumë se kaq. Ajo kërkon që hoteli të kalojë në pronësi të saj. Duke mos pasur zgjedhje tjetër, Tasin dhe Xhian pranojnë kushtet e Hikmetit, gati për të firmosur kontratën që do të zgjidhte çështjen e divorcit dhe pronësisë së hotelit. Por në momentin e fundit, Xhiani merr një telefonat të papritur, lajmi se Sameti ka ndërruar jetë. Tasin menjëherë gris kontratën, ndërsa Hikmeti, e trishtuar dhe e pakënaqur, humb çdo të drejtë për të vendosur mbi pasuritë e Sametit. Harika me krenari i tregon Azimit se për shkak të fjalëve të saj, Sevilla është larguar nga jeta e tyre. Ndërkohë që e dëgjon këtë, Nazimi ndjet i acaruar dhe e kritikon ashpër Harikën. I zemëruar dhe i mërzitur, ai refuzon të drekojë me të dhe largohet, duke lënë Harikën vetëm, e shqetësuar dhe e ndjer fajtore për pasojat e fjalëve të saj. Sumru kthehet dhe i tregon Tasinit se Halil është kthyer, duke akuzuar dhe shpifur për të. Ajo pret një reagim nga Tasin, por heshtja e tij e habit dhe zhgënjen. Duke u ndjerë e pafuqishme dhe e mosbesuar, Sumru vendos të largohet, duke thënë se madje edhe ai nuk i beson fjalëve të saj. Tasin përpiqet ta ndalojë, duke mbajtur lidhjen, por Sumru është e vendosur të largohet, duke lënë një ndjenjë trishtimi dhe tensioni brenda saj.